Atër kjo është bloku I parë këtu në Kosova Today dhe natyrisht nisim një për një me ato që edhe I kemi paralajmëruar. Sipas raportimeve të The Guardian dhe mediave rajonale, familja Milorad Dodik, presidentit të Republikës Srpska, ka negociuar fshehuras me një zyrtar të lartë perëndimor kushtet për largimin e tij nga Bosnia e Hercegovina. Në sfondën e një krize politike zgjedhjema të thellë, njësi elitare të policisë hungareze u dërgua në mënyrë të fshehtë në Banja Luk për të përgatitur një rrugë të sigurt aratisjeje për Dodikun në rast se situata shpërthen. A është përgatitur Milorad Dodik të tradhtojë popullin e vet për të shpëtuar veten dhe çfarë mesazhi dërgon kjo në gjithë rajonin? Do flasim bashkë në bllokun e parë me një panel ftuarish. Lutfi Bilalli është me ne këtu dhe Kranësit ju kemi këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit, Kranësi ngonimi. Si që dhe pat nga kuadri, për sekretari sapo është bashkangjitur me ne, faleminderit shumë. Unë ndolla që nuk jam kuadër. Je në kuadër. Por s'po të mbajmë shehur. Mirë, faleminderit shumë që je këtu. Në një lidhje të drejtë nga Gjermania, Murat Makulli, përshëndetje. Do të kthehet vetëm pas pak, do të jetë vetëm pas pak këtu, por e nisim në studio. Po, do ta fillojmë me zotëri Bilalin. Zotëri Bilalli, si e komenton këtë moment? A është kjo pika kur Dodik në fakt tradhton votuesit e tij dhe përkrahasit e tij? Mund të jetë edhe kështu, me qenë se aksioni I njësive elitare hungareze në krye me Janoš Hodom që ullheq ekipen elitare të quajtur tek të njësive policore hungareze, ka hyrë ma herët dhe këtu ka spekulime që misioni ti ka qenë të depërtoj, dhe ka depërtuar, ka shkuar në Bosnjë, dhe në rast nevoje të tërhiq Milorad Dodikun, të sjellë në Hungari. Dhe me pastaj mund të gjinë në ndonjë vend, spekulohet edhe Rusia. Por ky moment tregon që situata dhe e ardhmja e Dodikut është jashtëzakonisht. Një ndrem loje në raport me Dodikun tregon se kroatët në fakt nuk janë vetëm indiferent, por në një farë forme edhe e pëlqejnë idenë e Dodikut për grupacionin etnik serb I cili jeton brenda Bosnjës. Emisioni është shumë I shkurtë, se ka materiale shumë të flas për lidhjen kroato-serbe Banja Luk Zagreb, dhe sidomos me Herceg Bosnjën. Dragan Čović që ullheq HDZ-n e Bosnjë, dhe mund të them edhe Plenković I kryeministri kroat. Po, për të a jetë më shumë zjarr kjo situatës aktuale? Një mbështetje në heshtje nga kroatët? Ja, kroatët mund të thomë paralel me hungarezët janë brez të idesë së ndarjes së Bosnjës. Mirë pa ta paravane kanë Dodikun. Dhe kështu që është jashtëzakonisht e konvenueshme për kroat. Kjo ka qenë edhe para lufte, edhe gjatë lufte, por edhe pas Daytonit. Dhe sot do thot, sepse mund të them antari presidencës kroate është zgjedhur me votat të bosnjakëve. Dhe në këtë drejtim Čovići ka qenë, mund të them, ai që në kuadrin e kampit të Herceg Bosnjës ka një komunikim, mund të them, dhe çdo veprim për ndarje të entitetit serb është e konvenueshme për kroatët në Bosnjë. Por është jashtëzakonisht, mund të them, e çuditshme pse Plenković, kryeministri aktual, mund të them me bën këtë lojë tillë. Dhe kjo lojë tillë e kthen idenë e ndarjes komplete të Bosnjës. Po, ideja tillë do thot bjen në atë hartën e ndarjes Bosnjës mes Tuđmanit dhe Miloševićit. Në fakt, a mund të themi që në këtë moment Dodik është I shkuar tashmë për faktin se është krijuar edhe një barë edhe për vetë Republika Srpska, por edhe për Vučićin në anën tjetër. Dhe a mund pikërisht ky I fundit Vučić ta sakrifikojë Dodikun për shpëtuar veten? Se a mundet ta sakrifikoj është pak e vështirë të thuhet, ke për faktin se ata kanë raporte shumë të ngushta, jo vetëm politike, por dhe financiare dhe para politike. Do thot kjo miqësia dhe aleanca Beograd-Banja Luk, sidomos Vučić-Dodik është shumë e gjatë, daton qysh prej viteve kur Vučići ka qenë radikal dhe Dodiku ka qenë pakës I preferuar I Amerikës. Shumë se tash, në kuptimin që mund të jetë. Shumë se tash, ndërka që kjo idea është nuk bëhet fjalë ma për ndarjen e Bosnjës, për shkak se në paper I prezentuar me 23 maj në orën 11 në Këshillin e Sigurisë së Serbisë I kalon fund gjithë shkafit sa I përket një ideje për nda Bosnja, për shkak se Franca dhe Gjermania, ata nuk e kanë shkruar në analist ose ndonjë gazetar, po ata e kanë shkruar top diplomat të Parisit edhe të Berlinit, dhe I bojnë të qartë Beogradit linjat e kuqe se deri ku mundet me shku Beogradin në raport me Republika Srpska. Kurse saj përket asaj se
ku mund të gjej stre familja Dodik, Milorad Dodik, gruaja e tij dhe vajza e tij Gorica Dodik dhe djali i tij Igor Dodik që janë sipërmarrës shumë të suksesshëm dhe janë pashtu në listën e zezë të sanksioneve amerikane, do thotë, edhe vajza, edhe djali i Dodikut, kryesisht flitet për një shtet perëndimor. Dhe ai shtet perëndimor mundet me qenë vetëm, flasim për Evropën perëndimore, vetëm Hungaria. E them pse me Hungarinë, sepse disa orë pasi që Vučićit, shefit të ushtrisë së Serbisë dhe gjithë krerëve ushtarak dhe politik dhe të BIAS që u prezentu non-paperi franco-gjerman, Vučić e thret urgjent në Beograd kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. Dhe ata me 20 do thotë të premten e kaluar nesër një javë, sapo u përfunduan takimet e Kaja Kallas në Beograd, sapo u prezentuan non-paperi, ai e thiri urgjent dhe Orban erdhi te Vučić dhe folën më shumë se 4 orë. Dhe kjo është komplet indikative se sa dore fuqishme është Hungaria për Dodikun. Dhe jo më këtë qoj edhe forcat paramilitare aty. Pikrisht, sepse kemi raportuar qysh në këtë emision në muaj shkurt të kemi folur për njësitë speciale të Hungarisë, të cilat kanë hyrë në Republika Srpska në formë civile, do thot me veshje civile dhe më pas kanë dalur njësitë speciale të Vučićit, dhe mbase kjo është edhe një prej vijave të kuqe të shkelura, të cilat u pan teksa po e mbronin Dodikun. Madje shenjat identifikuese ishin ato të gardës speciale të ushtrisë serbe. Mirë po në këtë moment, kur jemi tek vijat e kuqe, përpara se të kaloj tek zotri Makolli, do ndalëm edhe njerë tek zotri Bilalli. Kur jemi tek vijat e kuqe, realisht duke marrë parasysh se Gjermania së fundi i alejoj Ukrainës të përdor raketat me rrezet të gjatë. A ka mundësi që në përmes Rusis të shpërfil Serbia komplet vijat e kuqe dhe të futemi në një krizë të re, e cila na vjen si pasojë konfliktit në Ukrainë? Unë besoj, 1998, 2002 ka qenë kryeministër, do thotë i bën 27 vite në jetën politike institucionale në Bosnjë, ose në entitetin e tij që është. Po, mendoj që ka ardhur fundi, 27 vjet në kohën e komunizmit, meqense se ne kemi tash politikanë që i gjasojnë edhe komunizmit, bojnë pozicione 3-40 vite. Pra e prit një shkelje të javë të kuqe. Po, ajo që është e rëndësishme në pyetjen e juaj, mendoj, shef, bota ka hinë ose Evropa ka hinë në një rrugë të tillë që Taurusi Gjerman do të ka çmend Rusin në farë mënyre, meqense sa akmore me rëshnik mund të jetë goditje, po ajo është temë tjetër. Mendoj që vijat e për Ballkan, Rusia kuptohet që mund të them atë hambarin e vet ose burimin e vet e ka Serbinë dhe Republikën Srpska. Në këtë drejtim mendoj që Dodiku shpresën e vetme mund ta ketë po që se ka një marrëveshje në relacionet Putin dhe Trump, por unë nuk e besoj që emri i tij përmendet. Ata besoj Trumpi e ka problem janë njoftë edhe emrin, se nuk merret me këtë problematik. Por mendoj që nëse kemi relacionin në këto dy fuqi në të ardhmen, mund të jetë një shteg. Por politikisht, mendoj që Dodiku ka marrë fund. Vijat e kuqe në Ballkan, mendoj që shef, e thamë duket Tahiri çështjen nuk ka në pa përmendje. Realisht Bosnja është ndane, realisht. Ajo është vetëm ana formale. A juridikisht jo, por formalisht jeta është ndarë. Formalisht është ndarë dhe Bosnja fatkeqësisht është një shtet që është bën një eksperiment i tillë, sepse apetitet e dy forcave, sidomos apetitet e botës serbe janë të mëdha që 41% domos do ta kenë në përbërjet e tyre. E kuptoj. Në fakt, kur flitet për Dodik, natyrisht dhe pashmangshëm flitet edhe për Vučić, Serbia do të ketë zgjedhje në disa komuna, a janë këto sinjalet e para të rënies së Vučićit? Është e vështirë të thuhet për shkak se ka disa komuna të vogla ku opozita momentale serbe e ka pushtetin dhe tash do të ketë zgjedhje, për shembull, është si quhet atje sindromi Kosjerić. Është një komunë e vogël, Kosjerići, ku e ka udhëhecin opozita. Mirë po, disa media jo pro pushtetit në Serbi, para 2 ditëve kanë shku në Kosjerić dhe në disa pjesë të tjera, dhe paramendojnë se qysh ka arrit propaganda e Vučićit edhe pushtetë në Serbi që të infektoj njerëzit e thjesht. Një grua thot që atje në Novi Sad me një nëntor nuk ka rast streha, por se ajo është kamuflim dhe dikush i ka vra është
rast terrorist. Dhe kush është i gruaja? Është një qytetare thjesht apo mund të ketë papravi politike? Është një qytetare thjesht dhe ju thot gazetarëve mos bëni hajgare thot me këtë rast, sepse ata 16 veta që i kanë mbyt ajo streha në Novi Sad në stacionin e trenit kanë vdekë si pasojë një sulmi terrorist. Do thot kjo është pasqyra se çfarë bën propaganda e Vučićit momentalisht në aspektin e mundësisë për me mbaj zgjedhjet, për shkak se studentët tash po kërkojnë zgjedhje, dhe ata nesër e kanë protestën e madhe dhe protestën e 1 qershorit, e cila pritet që të jetë relativisht të nxehtë. Pse 1 qershori do të jetë një ditë e nxehtë për Serbinë? Po për shkak se studentët protestues po thrasin për radikalizim. Radikalizim dhe kjo... A do të ketë dhunë? Nuk mundet me pas dhunë, mirë po mundet me pas përsëritje të 15 marsit, ku kena me pas skena lemeritse, si për shembull si që ishte përdorimi i topit me zë, dhe Rusia doli tha që ku e keni raportin prej meje, Vučići dhe sistemi ti nuk e ka përdorur. Ani pse ishin edhe fotografit edhe videot që shkej. Edhe fotografit, edhe videot, dhe janë ma shumë se 1500 persona të cilët tashmë janë me... A do të intervenoj ushtria me 1 qershor, sepse në fakt ka qenë aty vazhdimisht, a do të ketë një ndërhyrje më të ashpër ndaj protestuesve, sepse është një situatë që nuk ndalet, Vučić e shet dobësimin e tij në terren dhe do t'i duhej mbase të praktikoni diçka. Prandaj sepse këto janë krejt të ndërlidhura. Njeriu i cili e ka komentuar dhe ka qip në të premtën e kalume, që Serbis ju ka dorëzu një dokument që quajnë ata mjaft të rrezikshëm, ka qenë generali i ushtrisë, nuk ka qenë vetë Vučići. Edhe të gjithë kanë thonë që ai ka pas frikën, edhe unë besoj, duke e përcjell që 12 vjet karrierën e tij, sidomos në raport me Kosovën, unë besoj që për një mend ka pas frikë me dalë, me kallëzu që e kena një dokument i cili është ndër dokumentet më të rrezikshme që e ka pranuar Serbia në raport me Republika Srpskën edhe me Dodikun. Prandaj Guardian e shkruan disa ditë më vonë nga non-paperi franko-gjerman, e shkruan se ky po Dodiku dhe familja Dodik po një lloj po bojnë llaf. Nuk është që është diçka konkrete. Kanë kërkuar, po e negociojnë me disa zyrtar të lartë, jo vetëm një, po me disa zyrtar të lartë të një shteti perëndimor, ikën e familjes e këtë klanit Dodik, sepse nuk është veç Milorad Dodik dhe djalë dhe vajza, mirë po klani është shumë i madh i Dodikut, ikën në atë shtet. Dhe nga kush do të rrezikojë klani Dodikut edhe komplet kjo nomenklaturë e cila udhëheq sot Bosnën në të ardhmen? Jo, sa i përket Republika Srpskës, non-paperi franko-gjerman thotë që Dodiku duhet mu dorëzu. Tash Dodiku nuk ka shans të dorëzohet, sepse ajo është urdhër qendror i gjykatës në Sarajevo, e cila thotë që ku të takohet duhet të arrestohet. Tentimin e kishim para 1 muaji, po çka ndodhi? Ndodhi njësi speciale që kishin edhe Rusë edhe Serb, të cilët e mbronin ato fizikisht. Cilat vende mund të jenë si destinacione të ardhshme të Dodikut, duke marrë parasysh gjithmonë edhe situatën politike, marrëveshjet ndërkombëtare, edhe në kuadër të marrëveshjes edhe obligimet që i kanë këto shtete? Zotri Bilali. Mendoj që aja forma korrupsionit familjar të tij, sepse ata kanë bas, më thëmë, bizniset shumëta, që ka shfrytzuar në bas pozicionit. Ku do t'jetë adresa? Më lejo të thëmë një diçka që është ndërlidhet shumë dhe ndërlidhet me gjithë Ballkanin. Shtëpia mediale ruse Ribar ka trajnuar 500 gazetar në Banja Luka, po ashtu edhe në Serbi, dhe qëllimi ka qenë është sankcionuar nga Unioni Evropian. Dhe ndihma më e madhe në këtë drejtim do thotë e Rusisë që ju atë që kërkoni. Me qenë se kjo rrjet është i shtrirë edhe për më shpreh pak kënaqësi edhe për antarësim në NATO dhe çak gjurmët e tij edhe në shtetet e tjera të Ballkanit. Ai është Mikhail Izvinchuk që i prin ish oficer rus, i cili ka lidhje të afërta me Putin dhe ka qenë vetë në Banja Luka. Por do thotë luaja nuk përfundon me kaq. Mendoj që destinacioni ku do të shkon Dodiku mund të jenë dy vende të cilat mendoj që janë të preferuara. Mund të jetë edhe ndonjë vend që në Azinë qendrore atje, por besoj që rrugdalja do zgjidhet. Momentalisht mund të them që këtu janë ende në fazën e spekulimeve. Sa ka të vërteta, do thotë është... Por po e ndjen rrezikun, Bilali. Atë po e shes që rruga për të nuk është e lehtë siç ishte në fakt. Unë nuk thashë si fare 27 vite ka karrierë politike dhe mendoj që edhe brenda forcave në Serbi
Ato e përmeni, por Roni, Gjandarmaria ekziston stili një i strukturës policore, të 8.000 forca policore, nga të 1.500 janë forca speciale, antiterroriste, dhe Gjandarmeria. Struktura njëjtë është sikur në Serbi, dhe nuk është e vështira amblema pastaj edhe ato veshja e atyne njësiteve policore, sidomos Gjandarmerisë, që është e njëjtë me Serbisë. Por edhe ajo antiterroriste është e njëjtë. Dhe do këtu 1.500 forca, unë e besoj një, të thëmë drejten që edhe FSO-ja është e shtrire. Shërbimi për mbrojtje të afërt të Rusisë. Jo është SB-ja, po FSO-ja besoj që pjesëtarët e tyre janë të kyçur dhe bukur kohë, jo vetëm tash. Po, e qartë. Zotri Makolli, përshëndetje, mirë se na u bashkangjita në panelin e ditës së sotme. Po shpresoj se ishte duke na dëgjuar në këto momente dhe pyetja që shtrojmë aktualisht është bazuar në gjithë presionet dhe të gjitha dinamikat e fundit politike që e karakterizojnë Republika Srpske në Bosnjë, po diskutojmë rreth 2 vendeve të cilat do të ishin si destinacione për arratisjen e Dodik apo amnestinë e tij. Keni ndonjë ide se kush do të mundte në këtë moment të gjendej Dodikut në këtë formë? Dodiku kuptohet ka ndjekjen nga shteti i Bosnjës së Hercegovinës. Ai është duke përgatitur një terren të veçantë jo në vende tjera, por aty ku është dhe akteri kryesor në Ballkan, në Rusi. Ai do të shkon në Rusi, në momentin që do tentohet me çdo kusht të arrestohet, por deri me tani kemi pas disa dështime nga shteti i Bosnjës dhe Hercegovinës për shkak të strukturave të tij të sigurisë, jo vetëm të tij të Republikës Srpskës, por realistisht edhe panelistët e tjerë të cilët janë prezent dhe që i përshëndes të këtë sfore edhe ju edhe ata, që thanë që duhet bëjnë gjithë shka sepse forcat e armatosura të forcave speciale ruse janë në mbrojtjen e tina. Ndërsa në pjesën tjetër, Bashkimi Evropian, në bazë strukturave të tyre të sigurisë dhe pashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke monitoruar deri në momentin që kur mund ta arrestojnë në një mënyrë ma pastore dhe jo të dhunshme që do të ketë pasoja me madhore njerëzore dhe... Pra, po e presin momentin e dur, Makolli? Pse kjo konsiderat? Unë e konsideroj për shkak se kemi një katrahuar realisht në momentalisht geopolitike në sigurisë dhe për atë arsye nuk po dëshirojnë me shkaktu konflikt në Ballkan, për shkak se momentit që arrestohet Dodiku, kuptohet që Republika Srpska do të tenton të bashkangjitet Serbisë dhe strukturat e sigurisë do të bojnë rezistencë. E kuptoj. Kjo është e kuptueshme. E kuptoj. Në fakt, doja të kthehesh edhe një herë tek Besniku për ta pyetur për situatën në Serbi. Pra, 1 qershori mund të jetë një ditë e zjarrt në kuptimin e ngjarjeve që mund të ndodhin, por si do të përfundojë situata në Serbi? Do të ketë dorëzim të Vučićit apo do të ketë dorëzim të protestuesve? Kjo është një herë që është edhe pyetja për ju që na shihni në YouTube, në një sondazh që sapo kemi hapur. Kush dorëzohet i pari? E kisha Vučići jo se jo. Deri në 2027, derisa t'i kryen ato projektet e veta të mëdha që i ka nisë, edhe një hulumtim i para 3 ditëve e qet me pëlqimin e njëjtë në popullin, të votuesit dhe votuesit në Serbi, me pëlqimin e njëjtë sikurse para protestave masivë. Po si është e mundur kjo? Është shumë kredibil për shkak se kjo organizata që i bën këto... Sepse do të ishte një investim shumë interesant edhe që ta bënte vetë Vučići në këtë moment, sepse do t'i vynte një rezultat. Jo, sepse organizata e cila bën këto lloj hulumtime financohet nga fondet e Shteteve të Ndryshme evropiane. E pavarur nuk do të thoja, po autonome është. Sepse i ka burimet e veta dhe pëlqimi po deli njëjti dhe nuk e kanë thonë pushtetarët, nuk e ka thonë klasa nomenklatura e Vučićit, po e thonë të tjere. Po cila është logjika kjo Besnik atëherë? Pra, a është të zgjatur protesta pa një efekt konkret, sepse kur një gjë zgjatet shumë e humb efektin e saj, dhe është ka ndodhur kjo protestuesve? Tash po kërkohet rrugdalja prej kësaj, për shkak se ky sondazhi i fundit është një shëplak e madhe për studentët
protestues, për shkak se afër 1 milion njerëz kanë protestuar për shembull me 15 mars. Dhe një protest që i ke pas gati 1 milion njerëz, mas me mujt me erdhu dikon prej pushteti, tregon se çfarë fuqie politike ka brenda popullit të vet. Prandaj edhe kjo fuqia është rikonfirmuar me këtë sondazhin e fundit. Dhe kjo e kthen Vučićin te terreni shumë i sigurt. Te terreni i pasigurt është veç në raport me Bosnjë Hercegovinë, me Republikën Srpska, me Dodikun edhe me dokumentin franko-gjerman. Tek numrat e pëlqimit në popullsi, a e bën ky rezultat që më pas studentët ta sjellin situatën aty që të përdor ta zëm forcat shtetërore të përdorin në base forcët dhe dhunda i tyre, në mënyrë që të viktimizohen dhe të arrimarin për pëlqyeshmëri në popull? A do të përdoret kjo situatë? Kjo nuk mundet me ndodhë për shkak se këta studentat po thonë që gjithë kohës që 6 muaj që po bojnë protesta po thonë që na nuk dojnë adhunë. Edhe është e vërtet që ta nuk po provokojnë. Po, këta s'kishan kërkesa politike, besni? Këta shkan kërkesa politike? Këta shkan kërkesa politike për shkak se, thash, rrugdalja e tillë i qetë prej situatës vetëm zgjedhjet, prandaj janë kthy edhe atë rektorin e Universitetit të Beogradit, që është, e kam thonë edhe në emisionin e kalum, është personi më i urryer i pushtetit në Serbi, Vladan Đokić, tash e kanë qitë në mesin e njerëzve të cilët do të kandidojnë për deputet në të ardhmen nëse mbahen zgjedhjet. Mirë. Por në Evropë, e citoj këtu Josip Juratović, që është kroat, është deputet për shumë mandate në Parlamentin e Gjermanisë Bundestag, para disa minutave, a i thot që në Bashkimin Evropian po flitet seriozisht për Serbin pa dhe pas Vučićit. Okej, pra veç kanë filluar të diskutohen ato skenare. Opsionet politike. Por, Besnik, nga kjo që the, kam një pyetje. Është një pikpyetje, vetëm këtë, është një pikpyetje shumë e madhe, forcat e reja politike, nëse vinë në pa, nëse jo të mposhtë Vučićin, gati të jenë të barabarta me vota. Çfarë raporte do ta kenë me Republikën e Kosovës? Kjo është pikpyetja kryesore për shqiptarët, sidomos në Kosovë. Që intereson sidomos gjermanëve. Tjetër interesante edhe pak e cila e mjegullon situatën është pikërisht ky sondazh. Përderisa studentët e kanë mbështetjen popullore, statistikore ka Vučići mbështetjen, sipas sondazhit për cilën po flet Besnik Tahiri. Kur është momenti kur ne do ta kuptojmë mbështetjen e vërtetë të Vučićit e gjithashtu mbështetjen e vërtetë të cilën e kanë studentët në këtë pikë? E para, Vučići nuk është interesuar për ato komuna që i mbahet ose një komunë 2. Mund ta merret opozita, është problematika e. Problemi që ndron diku plenumet e studentëve në procesin sidomos në Novi Sad dhe Beograd, po edhe në Niš, janë, mund të them, nuk kanë elitar, nuk kanë pror. Dhe problemi që ndron politikisht struktura atyre, mos flas për opozit partit, që ata nuk kanë dash të kenë brendësi partit politike. Se për ta njëjtë janë... Për ne, ta them, koncepti i tillë edhe i demonstrimeve, edhe i pankartave tyre, nuk dallon nga Vučići. Në raport me Kosovën, e kom fjale. Jo, çështja është sepse do doja ta koncentroja këtë pikë në punët e brendshme në Serbi. Pra, janë dy forca të cilat po rritën dita ditës, por kur është momenti që ato shpërthejnë? Edhe realisht këto raporte të cilat i ceku Besniku, si shikon ti në aspektin e terenit? Sustat që do të preket për Vučićin do të vinë nga perëndimi, me një koordinancë të raporte Putin... Pra, nuk e rëzojnë studentët, e rëzojnë perëndimi Vučićin? Nuk, shefni, vetëm një, edhe një ditë një emision këtu kam thonë, janë 3 elementet brendshme që rëzojnë Vučićin. Kisha, po nisë në pejtë civil, që është në lloj formacioni politik, mund ta them kështu, religjioze politik, pastaj janë shërbimet sekrete dhe ushtria. Po që se, sidomos të shërbimet inteligjencës në ushtri, po që se këtu fillon qarja dhe arrijet ai konsenzusi që Vučići, ju kom thotë, do t'jetë aja marrëveshja Pavković-Milošević. Qofse eskalon situata, mirë po Vučići është i vetëdijshëm që e ka një përkraje në perëndim, thëmë drejten. Për interesat e tyre ekonomike. Kush, cilat shtete edhe njerë? Mendoj që... Franca? Franca jem mësuar çdo herë ta kem kështu si në kujdes që Franca është historikisht një lloj aleati, por mendoj që edhe shërbimet angleze dhe anglezët kanë diçka ile. Mendoj. Tash, në këtë situatë që është Vučić, në këtë situatë Bilali që është Vučić, dhe atë mbase këtë përplasjen e dyerve që ja bëri Amerika në sy,
A është në fakt se ekziston të rreziku që Vučić ta merrte primatin e një lideri të Ballkanit, për faktin që sikur mbantemi raportet me Perëndimin, lindjen dhe në rregull. Por sot apo e mban këtë primat Edi Rama, a ja mori në fakt? Mund të thëmë në eventet, është e vërtet që u shëndru në qendrën të diplomacisë Tirana, dhe është shumë pozitive. Në aspektin asaj koketimeve që lunë Serbia, mendoj që e ka një arsenal tërë në raportet lindje përëdhëm dhe në këtë sferën e të geopolitikës ku jemi sot. Kemi ndryshime marramense. Ja thëmë një fakt, 10 inovacione sot botë që bonë 7 janë kinezëve 3 amerikanëve. Dhe mendoj që kemi hyrë në atë fazën që Serbia tenton në këtë drejtim këtë geopolitik ta përcjell dhe nuk është e rastishme që ndonjëherë bën edhe provokime rreth kufirit shtetëror tonë të Kosovës. Kur Vučići do bjen, ajo çështje që mendoj që do të jetë një marrëveshje dhe një diell që do të bëhet edhe me fuqi tjera. Një marrëveshje, zotri Makulli, apo një vrasje? Nëse i rikthehemi historisë, serbët, apo më mirë të themi populli serb, ka ditur edhe të ndërshkojë liderët e tyre në periudha ndryshme kohore. Absolut. Spore, not paper franco-gjermane, ja ka avu një bule, do në thonë presidentit Vučić, që nuk është e dëshirueshme i tyre më për Bashkimin Evropian. Dhe sërbët këtë e kanë kuptu, politikat sërbe, sidomos studentët, ata të janë që shtojnë shteti Serbajka e gjdo qojë në shtetin e Serbisë, dhe kanë fillu me këto protesta kanë qenë prej fillimit politike, na i kuptojmë, por këta po dojnë edhe Vučići edhe të tjerët, po dojnë në një formë ma pasore me dorëzue pushtetin tek lider të ardhshëm. Po dojnë me dorëzu? Ju thani se ka një vullnet? Urna? Ju thatë se dojnë me dorëzu në formë më pasore pushtetin, pra i bie se ka një vullnet nga Vučić që ta dorëzoj pushtetin? Po, unë mendoj ka vullnet për shkak se Vučić nuk ka përdor mosat e dhunshme, ato cilat i ka përdor Slobodan Milošević në kohën e kalume gjatë protestuzve. Por edhe qasja e protestave dhe studentëve, zotri Makulli, nuk ishte e njëjta, nëse ju kujtohet, protestat tani më i kishin pasore. Sido qoftë, një pushtetar që tenton të mbaj pushtetin dhe të qëndrojë në pushtet, ai përdor çdo mjet për të qëndruar. Dhe Vučić do një farforme nuk e ka përdor atë që ka mujt me përdor, por Vučić ka edhe një pjesë dhe 6 mujt ditë. Por pse, më falë, zotri Makulli, po pse nuk e do pushtetin Vučić? Sepse kjo është me të vërtet diçka që nuk dëgjojmë shumë nga liderët, që të dëshirojnë ta lëshojnë pushtetin. Pyetje me vend, por Vučić nuk e dëshiron pushtetin, do 6 mujt ditë deri në bjesht, dhe pas 6 mujve kur atëherë do të bëhet presioni direkt për njohjen e Republikës së Kosovës dhe në shkrimin e një marrëveshje të paqes, cila do të garantohet nga 2 parlamentet e 2 republikave, 2 shteteve dhe 2 presidentëve dhe kryeministrave. Këtë nuk e dëshiron Aleksandar Vučići. Dhe në çfarë periudhe kohore pritet i ofrohet në tavolinë kjo marrëveshje? Unë mendoj që vjeshta do t'jetë konkret me dokument dhe besoj që do të fillojnë bisedimet intensive. Zotri Bilali, nuk i kemi dëgjuar një formë të tillë të narracionit, si e komentoni? Makulli është mendimi i tij, po ne janë fillim një diskusion ta marr jo dhe një krizën e dinarët që mbëllën disa banka në veri. Po, për të qëndrojnë pak në tim, e shenë të mundshme? Jo, kjo është rëndësishme, ka përkrajën Vučićja, këtu du me dalë. Dhe propozimi ti ka qenë që bartin e dinarit ta bëjnë një agencian një institut të anglez. U krykja. Po, a do të do dhe ajo në vjesht, aja mund të do dhe mas 2 jave. Shërbia ta pranoj Kosovën? Jo, konfjallin më përpja, po... Narrativa e zotri... Ja, me Makullin edhe pse kam... Që dokumentin do të vjenë në tavolin deri në vjesht? Me ndoni se mund të ketë një formë të tillë të zgjidhjes? Nuk e besoj se nuk ka lider në Serbi momentalisht, besoj edhe në të ardhmen e afërt, që e merr këtë guxim.
Por, në fakt, ato ta merrte Amerika një guxim për të ndërhyrë në fakt në çështjen e dialogut, sepse është një pjesë e cila ka stagnuar me vite e vite, dhe zërat janë shtuar që mund të jetë pikërisht amerikanët mund ta marrin në dorë. Amerika s'ka probleme të mëdha që nuk i bën mend për këtë fort. E para, e dyta. Kjo është arsyeja që si ambasador të emëruar ende? Ne kem Kosovë involvimet se ke marak ndërkombëtar na ka marrë malli me ndërhyrë këto procese që janë bllokuese të na, por amerikanët kanë qenë shumë onash. Deri tash. Unë besoj që do të involvohen amerikanët. Në të kaluarën ishte Ramush Haradinaj që kishte kërkuar involvimin e amerikanëve. Në aspektin politik, ju kalo EU-s, institucionet të Bashkimit Evropian, si shkemi qef në ati thëmë EU-s BE, ju kalo këtu ata të jenë, ata që do të bartin këtë proces. Mirë, po në momentet kur ka probleme, do të cilët aja forca kryesore ose përfaqësuesi amerikan, i cili palët mund t'i afrën. Dhe këtë po thamë, a do të vi situata, a do të punë palët në tavolinë, si kur se ishin ullur të kaluarën dhe gradualisht të arrije në basë një konsensus, apo do t'jetë çështje ditore, si që janë kanë qenë marrëveshjet e mëdha të zëmë, blidhen palët, karantinohen base diku dhe mund të fillojë gjithçka. Kallasi në Kosovë ka ardhur të shef se është pozicioni më i dobët sa ti mund që mi bisedimeve. Me probleme në Serbi, mos formimi institucione në Kosovë dhe mund të them një kaos politik institucional brenda, që krijohet për shkak të mangësive tona, papjekurisë totale politike. Por ajo ka incizu situatën dhe besoj që atu mendoj të Makollin ndoshta po mendon që në vjesht mund të kemë ritum. Marrëveshja që e kemi edhe aneksin e urit, aneks marrëveshjen, por edhe ato të marrshme të Brukselit, nuk flasin për një ojë të bëmë i real, flasin për një paqëtim edhe një marrëveshje të obligueshme ligjore. Tasha mund Amerikan të ata që... Diktatorët e Amerikës u fliste për një ojë, kështu që mund tjetë Amerika ndërmjetësues i arshëm në mes palëve dhe ta kthejë mbas edhe marrëveshjen. Po, Amerika me josh Serbin në disa procese dhe investimet mëdha mund të ndodhë kjo. Por Amerikanët për momentin, do t'jenë ata që do thotë mund të bëjnë presionin për të çështja e njojës, jo procesit të dialogimit. Bese? Administrata Trump 2 momentalisht nuk merret me procesin e dialogut nivelit të lartë. Është një person i cili është i specializuar për këtë çështje, ambasadori Richard Grenell, i cili pak a shumë merret me procese shumë të rëndësishme, për shembull me çështjen çysh po punon edhe çysh po funksionon gjykata speciale në Kosovës në Hagë, çysh po shkon procesi gjyqësor ndaj presidentit Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit edhe të tjerëve. Kjo është mjaft e rëndësishme momentalisht për administratën amerikane. Dhe a ka mundësi që pikërisht kjo momenti i bisedimit për cilat foli paraprakisht zotri Makulli të prolongohet edhe për 3 vite tjera, do të mos jetë pjesë e këtij mandati? Bisedimet Kosovë-Serbi? Jo bisedimet, jo fillimi bisedimeve, por deri tek një marrëveshje. Për mbyllja e bisedimit, faleminderit zotri Murad. Nuk do të ketë mbërmbyllje një herë për një herë, kjo për faktin se Bashkimi Evropian, po flasim gjithmonë për Gjermaninë dhe për Francën, me të shkruar e kanë që Kosova duhet mi zbatu obligimet që kanë dalë nga aneksi i Ohrit. Edhe është asociacioni i komunave me shumicë serbe që është kushti i kushteve. Do thotë edhe qeveria e gjermane e ka bërë të qartë. Pra qenë ka në dorën tonë. Kosova e çon draft statutin e asociacionit në gjykatën e vet kushtetuese për vlerësim. Gjermania dhe Franca bojnë telefonatat e mëdha në Këshillin e Evropës edhe në formë prej 3 muajve qelet rruga për mu antarësu në një prej organizatave ma të rëndësishme në botë, që është Këshilli i Evropës. Për ndryshe nuk ka. Pret që kjo të ndodhë, zotri Tahiri? Unë nuk pres që kjo të ndodhë për shkak se qeveria në largim është treguar pa besë ndaj Gjermanisë dhe Francës tash një vjet në maj të 2024-s, kur presidenti Macron, kancelari atëherë shumë Scholz, e thrasin kryeministrin atëherë të plot fuqishëm tash në detyrë Albin Kurtin dhe i thojnë që kjo është kushti jonë. Dhe ai nuk e bën një gjë të tillë, por del ministrja e punëve të jashtme edhe bën intriga politike, thot kena na një propozim tonin, sipas gjermanëve do ta shkruajmë një draft statut, edhe ai thot ju e keni pranu, Albin Kurti e ka pranu draft statutin Evro-Amerikan, kur flasim për fshirjen amerikane, në draft statutin që e ka shkru Gjermania, Franca dhe Miroslav Lajçaku atëherë, dora amerikane vrehet gjithkund.
është me patjetër, sepse është njohje de facto e Serbisë është i sistemi amerikan, me fjalë të e Kosovës nga Serbia, dhe prandaj Gabriel Escobar sa vinte Miroslav Lajçaku me misionet e mëdha në Kosovë, sidomos, vinte edhe ai, sepse përfshirja amerikane duhet me patjetër. Momentalisht e kanë në dorë evropianët, edhe është zyra e Kaja Kallas, është vetë zonja Kallas, e cila sipas disa këshillave amerikane ka ardhur në Prishtinë, kur ke sot një javë ishte. Pra amerikanët e quan? Jo, me disa këshilla amerikane, ajo në konferencë për gazetar thot në Beograd, nuk e thot në Prishtinë, thot ju jeni palë të barabarta. Kosova është fqinji juaj, i thot Serbisë. Edhe njohja e Kosovës si doktrinë nga Serbia ka lind nga vetë amerikanët. Pastaj e kanë përveçsuar francezët dhe gjermanët, dhe Vučići e pranon në 2022 kur e kishte Scholzin në zyrë, thot më vije keq, po kjo është doktrinë amerikane që po na thojnë tash edhe gjermanë në sy që pa e pranu Kosovën, shtetë të pavarur dhe sovran, Serbia thjesht mund ta ketë në ëndër antarësimin në BE. Mirë, do të presim të shohim se çka do të tutje. Ja, vetëm shumë shkurt. Sërbët e kanë atë stilin që presin, këtu flan djalli, që përfundimi tërë këtij procesi të kurorëzohet me antarësimin e Kosovës në AKB dhe të kem një fazë të re të dialogut për kurorëzimet brendshme në Kosovë. Këtë lojë fornë Kosovës për kurorëzime të brendshme. Çfarë kurorëzime të brendshme tjera mund? Po kjo fazë kur ka përcen kjo, po që se ndodh kjo marrëveshjet kryhet. Hym faza antarësimit të Kosovës në AKB. Tash këtu do thot, atu tani mund të vihet edhe finalja finales. Po çfarë kurorëzime hipotetikisht cilën nëpër imagjinat për momentin që mund të kemi shtesë? Pushteti i tretë në asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Pushteti i tretë? Po. Dhe thonë se kjo do të... E kam fjallën, Andra Serbis këtu qëndra. Po, zotri Makolli? Unë mendoj të eksporë të asociacioni i komunave serbe, sepse ne po kalojmë një pikën e 4 ose 5 të marrëveshjes e orët, dhe para se me kalu në pikën e 4 dhe atë 5, të besoj që duhet të përmbushen disa pika marrëveshjes. Dhe atë marrëveshje nuk e ka pranuar Alex Vučići dhe as qeveria serbe, dhe nuk e njohin, kështu që në formë një anshëm e kemi pranuar, dhe kemi njohë, po e cila nuk është zbatueshme për shkak se qeveria e Serbisë dhe presidenca e Serbisë nuk e njeh atë marrëveshje. Duhet ta kuptojmë. Asociacioni komunave serbe mund bëhet vetëm atëherë kur të fillojnë të procedohet me marrëveshjen dhe të fillojnë nga pika e parë. Kjo është qëndron dhe unë besoj që dhe shpresoj që mos të krijohet kjo asociacioni komunave serbe, sepse personalisht jam kundër, sepse pushteti serb atëherë shtrin kontrolën edhe në Republikën e Kosovës. Kjo është e dishme dhe nuk do në komend besoj. Ka në fakt edhe një kurszim nga ana Putin që anë pushimin e ka kushtëzuar me ndaljen e zgjerimit të NATO-s në lindje. Do të shohim natyrisht se kretë këto janë të lidhura në një farë forme. Faleminderit shumë Lythy Bilali që ishe këto. Asi. Besiktajeri, faleminderit, knatësi. Murat Makolli, faleminderit shumë edhe ty që ishe sot në program. Ju faleminderit, ju kërkoj falje për pengesat e mëhershme. Ju faleminderit edhe prej po, çështje teknike janë teknike të tilla janë. Faleminderit shumë që ishit këtu. Në fakt ne do shfutemi tani me pak publicitet. Por fillimisht të shikojmë edhe pollin. Kishim një poll gjatë kohës që po e bënim edhe intervistën në studio dhe pyetja është se si mund të përfundoj kriza në Serbi me dorëheqjen e Vučićit apo dorëzimin e studentëve dhe opozitës. 85% të votuesve tonë kanë thënë se megjithatë të dy palët qëndrimin e kanë të njëjtë për Kosovën, kështu që dorëheqja e Vučićit është përgjigje e kosovarëve, na kështu mendojmë. Okej, faleminderit shumë edhe një herë, edhe juve që keni votuar dhe ju që keni qenë në këtë panel. Ne shkputemi tani me pak publicitet në këtë studio, vetëm pas pak do të flasim për raportin e parë të mjekësisë ligjore në rastin e dizajnerit festimi Sufi, ekskluzivisht në Kosova Today, vetëm pas pak.
është këshilltari